Tani ben para disa ditësh u bë, se kemi diskutuar dhe përpara, u bë prap një shfaqje maskarad, do të themon, për 35 vjetorin e lëvizjes studentore që ne kemi diskutuar që për mu nuk është lëvizje në koncept i herë, sepse lëvizja ka shtrirje në kohë dhe në hapësirë. Ku ishte koha dhe hapësira që u bë lëvizja? Për 2 ditë u bë partia, dolën ca student aty, shkoi Ramizi i tha, duam pluralizmin, e keni, tha merreni, duam parti, bëjeni, tha, duam shtyp lirë, bëjeni. Don ishte organizu ai pluralizëm, ishte kriju se si do të bëhet dhe si do të bëhet loja, si do të diçi nga Komiteti Qendror që tash i dim gjitha. E para, këto dolën mas 35 vjetësh, njëri thot kështu, tjetri thot kështu, domethënë nuk kanë një rakordancë dhe një vërtetësi në atë që ka thënë dhe në marrëdhëniet me njëri tjetrin. Berisha gënjen në mënyrën më skandaloze kur thot që unë që në vitet 88 kam kundërshtuar regjimin dhe kam thënë vota e lirë është, liria është vota. Përmendin Azem Hajdarin, nuk akoma mas 35 vjetësh, pastaj sulmojnë Prezogën për spion sigurimit shtetit në një kohë që vetë këta e kanë marrë Prezogën, ka qenë kryesit PD-s, ka qenë krijuesi RD-s, ka qenë pas prap ministër, e kanë marrë prap për ta futur në PD. Kujt ja thon këto? Çe din këtë popull? Budallaj din këto? Ne që jemi bashkohës si herë dim shumë mirë tyre. Por mas 35 vjetësh, ajo që unë them, se njeriu gënjen paktën kur fiton diçka. Çfarë fitojnë këto sot mas 35 vjetësh me këto gënjestra dhe çfarë mendojnë këto se do të mbajnë me këtë simbolik të rremt dhe qesharake?